pyetjen e radhës. Selam aleikum hoq. Si duhet të kuptojmë rastin e njerëzve që thonë ne nuk e besojmë vitin e ri, por kur afrohen festat, dalin ndaj bashkangjitur të tjerëve që e presin aty duke hedhur fishekzore dhe gjëra të tjera. A mund të thuhet se ata po e festojnë në të vërtetë këtë ditë, apo thjesht u morën pjesë pjesëmarrës të thjeshtë në ngritjen e festës? Allahu shpërblet. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjithë ata që morën pjesë, ata janë të e festuar. Se pjesëmarrësi thjesht, pjesëmarrësi përbërës i vitit të ri s'ka. Ka ta këtë një e tjetë. Pa dikush një orë, dikush 2 orë, dikush 3 orë, kushdo që i bashkangjitet, bën veprim. Ai është festuesi i asaj feste. Kushdo që i bashkangjitet, me cilin do veprim, ai është duke e festuar. Me cilin do, që është pjesë e kësaj feste, ai ka festuar. Allahu alem.